ne nuk kemi mbaruar akoma, kemi disa kurse në përfundim dhe riprpërgatitjen për rifillimin e sezonit në muajin shtator. Ka qenë në gjykimin tim një, le të themi, gjysmë viti i suksesshëm, ku janë zhvilluar në total 14 kurse dhe presim që në pjesën e mbetur të vitit të zhvillohen edhe 6 të tjerë. Duke filluar nga kursi më prestigjioz i joni UEFA Pro, që është në vazhdim, është një nivel i kënaqshëm, jo vetëm i përmbajtjes së tij, por edhe i frekuentimit. Janë 21 studentë, në të cilët janë 2 vajza, dhe mendojmë që është duke ecur në mënyrë të shkëlqyer. Gjithashtu, po themi që janë të shpërndara të gjitha kurset e tjera, si duke filluar nga kursi UEFA C, që janë zhvilluar këtë vit. Risi është zhvillimi i tij në Gjirokastër me sukses të plot, një interesim maksimal, por edhe një mbarvajtje e shkëlqyer. Dhe pasaj ato kurse të zakonshme, duke filluar nga B-ja, A-ja, kursi mjekësi sportive, kursi fitness coachit, kursi i portierëve. Në total janë një numër i konsiderueshëm studentësh të diplomuar, janë 342 studentë, ndër të cilat 30 janë vajza. Tregon interesin e jashtëzakonshëm që Federata Shqiptare e Futbollit ka edhe për zhvillimin e futbollit të vajzave. Një risi e madhe në këtë gjysmë viti është dhe suksesi i jashtëzakonshëm, në fakt, jo vetëm për Federatën Shqiptare të Futbollit, drejtorinë teknike, por edhe departamentin e portierëve, sidomos me kontributin e jashtëzakonshëm të koordinatorit të këtij kursi, Erion Meta, kemi marrë miratimin e UEFA-s për që kursi i portierëve UEFA A të i miratuar dhe i licencuar nga UEFA, një fakt që jo shumë federata të Evropës e kanë. Gjithashtu jemi duke punuar fort që të njëjtën gjë të bëjmë edhe me kursin e fitness coach A. Mendoj që një risi e këtij gjysmë viti, po themi kështu, në kurset që kanë mbaruar, ka qenë edhe mënyra e testimit. Mënyra e testimit që është diçka e re me pjesën e fonisë. Pra, një trajner e zhvillon atë pjesë të seancës servitore që ai ka në detyrë për provim, duke qenë i lexueshëm, i dëgjueshëm, jo vetëm nga, le të themi kështu, komisioni i vlerësimit, por edhe nga vetë studentët. Niveli është i kënaqshëm. Mendojmë që numri i trajnerëve që janë të gatshëm për të kontribuar në futbollin e moshave dhe më lart, ka ardhur gjithmonë në rritje dhe është gjithmonë edhe më shumë cilësor. Një risi tjetër e kemi në plan për pjesën e dytë të vitit, dhe po punojmë ngushtësisht me zyrën e presidentit, grupimi dhe edhja e publikimi materialeve në faqen tonë zyrtare të webit. Në planet tona të afërta është futsali, kursi UEFA Futsal C. Do t'jap një shtys tjetër edhe përgatitjes së trajnerëve për këtë pjesë të kërkesave që ka tregu, dhe mendoj që jemi duke përgatitur dhe shumë shpejt do ta anoncojmë edhe atë në faqen tonë të web.